askush më mirë se një profesionist nuk mund të të ndihmojë. Sepse patjetër që familja janë të parët, po familja ti mendim e zë mami ti mendim se për vajzën e vet, po nuk e kupton, nuk i shkon dot. Ti jep mendim emocional, jo racional. Racional, bravo. Nuk i shkon dot thellë problemin që ti ke. Po, pikërisht. Dhe për më tepër ekziston dhe kjo, që ti deri në fund me familjen tënde nuk mund të jesh dot i sinqert. Sa me një sepse do t'i mbrosh, vetëm në këtë sens, vetëm se do t'i mbrosh lidhje me atë që ti po përjeton, që ata mos e përjetojnë më shumë se ti. Ndërsa me një profesionist ti je totalisht i hapur për të treguar, domethënë, edhe mendimet më të errta, po themi, edhe gjërat më të thella që ke brenda. Qa ke? Po shko më merr një biskot. Janë të mira ato biskotat që janë jashtë. Nuk janë... Janë të lehta, nuk janë shumë të rënda për stomakun. Qa ke, dukesh i mërzitur? Pse sulesh këtu? Hajde, se po bëjmë një temë shumë interesante, ndoshta do kesh dëshirë të marrësh pjesë. Hajde. Jo, dua të rri pak vetëm, nuk s'kam të jemi. Okej. Që t'jem kështu në lëvizje. Okej. Avash, avash.